Seanca e dieshme stërvitore kombëtare shqiptare ka sjellë një lajm shumë të mirë për kuqezinë pas mungesës në ditët e kaluara në stërvitje me pjesën tjetër të ekipit është rishfaqur Rei Manaj. Futbollisti ka kaluar një situatë gripale në ditët e kaluara dhe stafi mjekësor kishte lënë pushim futbollistin që të mos përkeqësohej gjendja e tij. Për më tepër një natë më parë Manaj kishte shkuar dhe për vizitë më të specializuar në një qendër spitalore në kryeqytet, por në seancën e dieshme të pasdites Manaj është bashkuar rregullisht me skuadrën duke zhvilluar ushtrimet, sinjali i qartë se do të jetë në dispozicion të trajnerit Silvinjo për tuelin e nesërm dhe kandidat për një vend mes titullarëve, pavarësisht se ka mbetur pak mbrapa me përgatitjet. Dy dilema janë për Silvinjo në ndeshjen me Serbinë nesër në mbrëmje. Ti besoj nga fillimi i Arber Hoxhës në krah dhe Nedim Bajrami të mbrapasulmuesve në vendin e Laçit apo ky i fundit të luajë nga minuta e parë dhe Nedimi të spostohet në krah. Ajo që ka provuar trajneri brazilian ditën e fundit ishte varianti i parë, por deri nesër gjithçka mund të ndodhë. Sa i përket sulmit, pritet që Broja të jetë nga fillimi dhe Hasani në krahun tjetër. Më mbrapa Aslani dhe Ramadani me këtë të fundit që e ka fituar balotazhin me Shehun. Ndërkohë në mbrojtje, nëse Mita i Gjemshiti dhe Balliu kanë shanse më shumë për të qenë titular, një vend në mbrojtje do të ndahet mes Ajetit, Kumbullës dhe Ismailit. Nuk dihet nëse Silvinjo do t'i besojë eksperiencës së Ajetit, shtatlartësisë së Kumbullës apo agresivitetit të Ismailit. Në portë do të jetë Thomas Trakosha.